4 gjërat më të vështira në jetë për t'i kuptuar edhe për t'i pranuar. 1. Inati është ajo pjesa e vetes tënde që ty të do më shumë. Inati e dy kur të kanë zhgënjur, kur të kanë manipuluar. Inati të jep shenjat dhe sinjalet që ty të largohesh nga ambienti ku je dhe të shkosh në një ambient me njerëz që ty të vlerësojnë, në një ambient më pozitiv ku ti ndihesh i vlerësuar dhe në paqe me veten tënde. 2. Gjithçka në jetën tënde është një mësim. Kur dikush largohet nga jeta jote, të mëson se si ti je e pavarur, ata që të mërzisin të mësojnë se si të falësh. Prandaj merre çdo gjë si një mësim në jetën tënde për të zhvilluar më tej. Kur vjen puna te karakteri i një personi, koha nuk ka rëndësi. Në 2 muaj të mund të përjetosh ndjesi aq pozitive sa nuk i ke përjetuar në 2 vite me dikë tjetër. Pra, ajo që ka rëndësi është njeriu dhe nuk ka rëndësi koha, sa kohë ke kaluar me atë njeri. Karakteri i personit ka shumë rëndësi, por koha jo, është thjesht një shifër. Mos u mundo të ndryshosh njerëzit, po pranoj për atë që janë. Pasi ti pranosh për atë që janë, vendosi ata në vendin që ju takon në jetën tënde. Ata që të respektojnë, mbaj në jetën tënde. Ata që nuk të respektojnë, ata që të manipulojnë ose i neglizhojnë ndjenjat e tua, largojnë nga jeta jote. Më ndiq për më shumë pozitivitet në jetën tënde, shihemi në vazhdim. Gjithkohës që kam bërë këtë video nuk kam qenë në timon.